Buonasera, io vi ringrazio per questo invito. Shkenca bëri marketing teksa e shiti zbulimin e tokës së re Kepler 452b. Ky është përfundimi i Roberto Cingolanit, fizikan dhe njëkohësisht drejtor shkencor i Institutit Italian të Teknologjisë në Gjenovë. Planeti, i cili u konsiderua si ngjashëm deri diku me tokën, zgjoi kuriozitet, ndërsa për profesorin shpallja më e fundit e NASA-s i përngjan një filmi të Hollywoodit. Sipas tij është me të vërtetë mbreslënës numri i koincidencave dhe ngjashmërisë me karakteristikat e planetit ton. Por edhe pse ky zbulim u prit me shumë entuziazëm nga njerëzit, disa profesorë të astrofizikës, përfshirë dhe Cingolanin, i mëshojnë ide se është e pamundur për ne që të arrijmë këtë trup qiellor pasi ndodhet 1400 vite dritë larg, një distancë e papërshkueshme dot. Ndërkohë, nga ana tjetër, Agjencia Hapësinore Amerikane e NASA-s bëri këdo të besonte se planeti i ri mund të shihet si toka e ardhshme për gjeneratat në vijim. Megjithatë, ekspertë të tjerë shpjegojnë edhe me faktin se në vitet e ardhshme, shkenca do të bëjë hapa galopante, të cilat mund të zvoglojnë edhe distancën për të shkuar në planetin e ri, pjesë e një progresi të paimagjinueshëm. Një gjë është e sigurt se ky zbulim i hap rrugën kërkimeve të mëtejshme shkencore, të cilat duan fonde të mëdha për të vënë në zbatim, ndërsa një profesor i astrofizikës nga Universiteti i Kalifornisë shton se profecia e cila thotë se zbulimi Kepler 452b paralajmëron fundin e tokës janë zëra të kotë që duan të ndjellin panik. Siç shkruan edhe Daily Mail, fundi i botës nuk është afër, të paktën deri në vitin 2100. Shkencëtarët tani kanë filluar të përdorin modelin kompjuterik për të parashikuar kur do të shterojnë gjithë burimet e jetës në tokë. Ky fakt nuk i përngjan një skenari filmi hollywoodian sikurse në planetin Kepler 452b dhe shkencëtarët britanik nuk janë pesimistë si më parë. Sipas tyre jetëgjatësia në tokë është zgjatur, por për të mbajtur këtë ritëm duhet më pak ndotje, më shumë ushqim dhe zgjerim të rritit të telekomunikacionit.